Partia Socialiste zyrtarizoi kërkesën për përjashtimin e kryedemokratit Sali Berisha nga punimet parlamentare me pretendimin se ka përdorur gjuhë fyese, denigruese dhe diskriminuese ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, gjuhë e cila u dënua edhe nga Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Koz. Në shkresën që mban firmën e të majtëve, drejtuar Sekretariatit të Etikës, thuhet se grupi parlamentar i Partisë Socialiste dënon me ashpërsinë më të madhe sulmin ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato. Socialistët kërkojnë që Sekretariati i Etikës të marrë në konsiderat këtë deklaratë dhe të vendosin masë disiplinore ndaj deputetit Sali Berisha, sipas parashikimeve në rregullore nga 10 deri në 60 ditë. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Komisionerja Marta Koz ka dalë një deklaratë zyrtare, ku i kërkohet, nëse keni vesh e sy, i kërkohet Partisë Demokratike të distancohet nga kjo deklaratë e turpshme. Ju kam njoftuar sot se grupi parlamentar i Partisë Socialiste për këtë deklaratë të turpshme, këtë incident të rënd diplomatik, të sulmit kundër një ambasadori, ne kemi depozituar kërkesën bazuar në kodin e etikës së Kuvendit të Shqipërisë. Zoti kryetari i Kuvendit ju informoj që jemi drejtuar Komisionit Etikës pikërisht për të kërkuar përjashtimin për 30 ditë të deputetit Sali Berisha. Pasi socialistët paralajmëruan kërkesën për përjashtimin e përkohshëm të Berishës nga jeta parlamentare, edhe demokratët nuk qëndruan duar kryq. Duke mbledhur copëza nga fjalori i kryetarit të grupit parlamentar socialist Taulant Balla në seancën e 6 nëntorit, demokratët i kërkuan Sekretariatit të Etikës përjashtimin e tij me 10 ditë nga punimet parlamentare. Kështu në shkresën e të djathtëve thuhet se Balla ka përdorur gjuhë fyese dhe jo parlamentare, ku përfshihen fjalët lehni, raca e këtyre, ta tregoj unë ty dhe gënjeshtar. Kjo sjellje e deputetit Balla është e përsëritur, po ai mbetet i pandëshkuar, thon demokratët në shkresë duke kujtuar se fyerja dhe kërcënimi ndaj deputetëve të opozitës është i papranueshëm dhe duhet të shoqërohet me masë disiplinore përjashtimi me 10 ditë nga seanca plenare dhe komisionet parlamentare. Në dokumenti kërkohet Sekretariatit të Etikës të referohet materialeve audiovizive të publikuara në rrjetet sociale të Kuvendit, por edhe të Ballës, për të siguruar provat e nevojshme sa i takon këtyre shkeljeve të pretenduara prej tyre në rregulloren e Kuvendit.